Me këtë rast, unë gjithashtu duhet të denancoj çdo formë kërcënimi ndaj punojësve të zbatimit ligjit dhe familjarëve të tyre. Dhe ta garantoj Edi Ramën se për çdo akt ndaj tyre për opozitën shqiptare ai do ketë përgjegjësi personale. Nuk e di a e keni dëgjuar ju apo jo, njeriu më i afërt, goja e tij po thuj, fliste sot për luftë. Luftë, thoshte, sepse prokuroria po sulmon gratë e pushtetit. Dhe kjo, sipas tij, do të çojë vendin në luftë. E imagjinoni ju, të dashur miq, kjo që po ndodh është tipike për një narkoshtet. Mos harron një zëvendës kryeministër, pa kërkuar prokuroria, pa paraqitur kërkesën për hetim, dorëzoi mandatin dhe postin. Dhe ky është Ilir Meta. Sapo doli një dokument 100% i manipuluar dhe falsifikuar nga Edi Rama dhe Filip Çakulli. E faktuar kjo. Sepse kodi etik dhe moral nuk lejonte, më tha ai mua, nuk mund shkoj unë si zëvendës kryeministër tek Hetusi. Hetusi do shkoj si njëri i thjeshtë, si qytetar i thjeshtë. Fatmir Mediu, për një çështje që ishte absolutisht tërësisht e aparatit ushtarak, strikt, dha dorëheqjen nga posti dhe shkoi në para hetimit. Në çdo rast, një ministër tjetër, Ilir Usmajli, u shkarkue brenda 24 orëve për qëndrimin që mbajti ndaj drejtorit që denonte korrupsionin. Ilir Usmajli ishte bashkëpunëtori im i afërt. Por kur shkarkoi drejtorin për shkak të ndërhyrjes së vllaut, Ilir Usmajli u shkarkua. Janë disa norma dhe standarde nga të cilat ne nuk mund të lëvizim. Kurse tani ka një muaj që shteti është i gozhduar, narkoshteti është i gozhduar, sepse Lubi Balluku nuk jep dorëheqjen, sepse Edi Rama merr hapin e turpit, e çon gjykatë kushtetuese dhe merret një vendim gjykati pa ndigjuar ndonjëherë për t'i heqë pezullimin dhe ka 10 ditë që ditë e natë falsifikon dhe modifikon provat. Unë përgëzoj vendimin e prokurorisë për të kërkuar arrestimin, heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj, si kusht për të mbrojtur interesin publik. Dhe tani bëhen 100 manovra që ajo të mos shkojë atje ku e ka vendin.
Përkundrazi, flitet për luftë. Se del dhe linda tjetër, linda me radha, më thapë. Nuk ka patur kur një situatë të tillë si kjo. Kur.